nuk kam që të them më. Pra nuk është më protesta çështja ime. Nuk janë më protestat çështja ime. Unë kam mbyllur debatin me dhe për protestat. U përpoqja ta thoja mendimin tim të plot, u përpoqja të kërkoja vëmendjen shqiptarëve për atë që unë e quaja skenari Rama, Berisha, për me mbjetu, shqiptarët masivisht e ignoruan fjalën time, nuk e dëgjuan fjalën time, dhe s'ka më kuptim dhe sens që unë të bëj luftë me kotësin, me veshët e mbyllur. Nuk ka kuptim që unë bëj luftë me veshët e mbyllur. Atëherë, pse vazhdoj unë dhe çfarë qëllimi kam unë tani? Qëllimi im është ky që me ata njerëz të cilët janë në bashkëudhtim 6 vjeçar me mua, të vazhdojmë të mendojmë dhe të ndërtojmë të nesërmen. Se e sotmja është vendosur nga shumica. Shumica është kjo që është. Shumica është kjo që është. Ç'të bëjmë neve shumicave? Shumicat janë ato që në 1913 rrëzuan Ismail Qemalin dhe mbështetën Esat Pashën, rrëzuan Princ Vidin dhe mbështetën Haxhi Qamilin, mbështetën Ahmet Zogun dhe rrëzuan Faik Konicën, Gjeq Fishtën, Branko Merxhanin, Kris Malokun, Medi Frashrin, Mitat Frashrin, rrëzuan Mitrush Kutelin, Mitat Frashrin, Abbas Ermenjin dhe ngritën Enver Hoxhën, rrëzuan Ismail Kadaren dhe ngritën Sali Berishën, Fatos Nanon, Ilir Metën, Edi Ramën. Këto janë shumicat. Nuk kemi që bëjmë. Shumicat në Shqipëri kanë bërë ato zgjedhje që ato i kanë quajtur të çmuara dhe të vyera, dhe nuk bëjmë dot luftë me shumicat. Demokracia, edhe kur është kështu e gjymtuar, ka në natyrën e saj se duhen respektuar vullnetet e shumicave. Ka në natyrën e saj se duhet respektuar vullneti i shumicave. Por kjo nuk do të thotë që pse unë respektoj vullnetin e shumicës, unë duhet të refuzoj atë që është ndërgjegja ime, të mohoj ndërgjegjen time, të fshi ndërgjegjen time. Jo. E respektoj vullnetin e shumicës, se është ajo që është. Por misioni që unë jap vetvetes është që bashk me shqiptarët që zgjedhin të më dëgjojnë mua, bashk me shqiptarët që zgjedhin të dëgjojnë zërin tim, të dëshmojmë pikërisht për të nesërme, se do vi një kohë që e nesërmja do flasë.